Sali Berisha ka mbledhur për herë të parë Këshillin Kombëtar pas zgjedhjeve të 11 majit. Në fjalën e tij, kryedemokrati tha se është bërë një analizë e thelluar dhe ripërsëriti akuzat ndaj socialistëve, duke thënë se zgjedhjet u vodhën duke përdorur paratë e krimit. Parsa e vitit 2025 te I kalonte në përmasa të pakrahasueshme të gjitha farsat tjera elektorale. Gara zhvillohet midis shtetit elektoral dhe partive politike, ajo nuk është garë, por është fars. Ato zgjedhje, në rast se dhe në rast se përdor bandat më të rrezikshme të Europës, si Troplin të Durrësit, Suelçenën e Elbasanit, Bajrët e Shkodrës, Xhabaftet e Vorës, Hakmanin për drejtësi të Lushnjës dhe Vlorës, ato nuk janë zgjedhje dhe u jep atyre listën për 28 deputet, ato nuk janë zgjedhje, por janë fars. Edi Rama nuk I fitoi kur zgjedhjet. Partia Demokratike absolutisht do ishte në pushtet sot, në qoftë se nuk do përdoreshin 2 miliard euro 2 ditë para zgjedhjeve. Berisha paralajmëroi një fazë të re të aksionit opozitar. Ai u kërkoi strukturave të partisë të angazhohen në protesta të vazhdueshme, greva dhe forma të tjera rezistence civile, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Të nderuar anëtarë të Këshillit Kombëtar, këto ditë që kanë mbetur, jeni të lutur, ju kërkoj të angazhojnë takime intensive me qytetarët. Është koha e guximtarëve, mos harroni këtë. Dhe çdo njeri që thot, po si t'ja bëjmë se ky s'po më vjen, I them në radhë parë hajde ti vet, jep shembull personal, ai që s'vjen lëre me njan, shko gjej tjetrën që vjen. Dhe me radhë është kohë e guximtarëve. Kjo qeveri as nuk u reziston kurrë. 3.000 apo 5.000 burra dhe grave djeme që vendosin të zënë sheshin para kryeministit mos e lëshojnë atë gjersatik. Agenda jonë do t'jetë protest dhe vetëm protest. Kjo do t'jetë kryesore. Në të gjitha format. Kudo, brenda dhe jashtë Shqipërisë, degët tona, kudo që janë, do të angazhohen protestat fuqishme. Demokratët kanë bërë edhe një libër për atë që e quajnë farsa elektorale.